Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu një lugë uthullmolle për një javë dhe ajo çfarë i ndodhi i habiti të gjithë. Të gjithë e dinë tashmë sa e rëndësishme është uthulla e mollës për lëkurën dhe për flokët, por nëse nuk e keni ditur më parë, uthulla e mollës është e rëndësishme edhe për shëndetin. Mund të shijoj pak çuditshëm në fillim, por të mirat që ofron janë të pakrahasueshme. Ndihmon tretjen. Uthulla e mollës ndihmon tretjen duke stimuluar gjëndrat e përshtypjes në gojë. Ndërkohë, ajo rrit edhe sasinë e acidit në stomak. Dhe kjo është një gjë mjaft e mirë, sepse ushqimet nuk mund të treten plotësisht nëse sasia e acidit në stomak nuk është e mjaftueshme. Qetëson dhimbjet e fytit. Të pish pak uthullmolle gjithashtu ndihmon për të balancuar nivelin e pH-it në fyt. Uthulla po ashtu vret bakteret, pastron gëlbazën, duke e bërë frymëmarrjen tuaj edhe më të lehtë. Ul kolesterolin. Një studim i vitit 2006 ka zbuluar se acidi acetik në uthullën e mollës në mënyrë të ndjeshme ul kolesterolin dhe i mban trigliceridet në nivelin e duhur. Pirja e uthullës së mollës çdo ditë do të ndihmojë për të mbajtur në nivele të kënaqshme kolesterolin. Stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës është një përbërës ideal për të gjithë të prekurit me diabet. Edhe për këtë fakt janë kryer një sër studimesh të cilat kanë arritur në një përfundim. Uthulla e mollës ul nivelet e glukozës nëse pihet pasi të kesh konsumuar një vakt. Po ashtu, thuhet se uthulla mban nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak të nesërmen nëse e pi në darkë para gjumit. Uthulla e mollës po ashtu ka edhe shumë përfitime të tjera, si për shembull humbja e peshës, por për disa prej tyre duhet të ketë edhe prova shkencore. Nëse fillon të shtosh uthullën e mollës në dietën e përditshme, është mirë që fillimisht të pyesësh mjekun. Rekomandohet njëkohësisht edhe përdorimi i uthullës së mollës për shkak se ajo përmban shumë acid i cili mund të ndikojë edhe në prishjen e smaltit tuaj të dhëmbëve. Përzjeni 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull molle organike me ujë. Kësaj përzierje ju mund t'i shtoni edhe pak mjalt për ta bërë shijen më të ëmbël. Ndërkohë, sipas ekspertëve, uthulla e mollës dhe shija e saj mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si një burim i rinisë së përjetshme. Studimet kanë konfirmuar se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira për trupin dhe organizmin tuaj. Si mund të pini uthullën e mollës? Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira, sidomos në zonën e fytit. Për pasojë, ajo nuk rekomandohet të pihet direkt nga shishja. Ekspertët gjithashtu sugjerojnë tretjen e 1 deri në 2 lugë gjelle me uthull molle në një filxhan me ujë. Mirë, po çfarë ndodh në organizëm nëse pini uthull molle çdo ditë? Më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fiber e cila njëkohësisht mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara, uthulla gjithashtu do të shërbejë dhe si laksativ, duke zgjidhur një herë e mirë çështje si konstipacioni. pH-i. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht në lëkurë dhe në flok. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke e tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Infeksionet. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin, i cili shpesh del jashtë kontrollit.
Uthulla e mollës përbën një recetë të mirë natyrale kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Sheqeri në gjak. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi juaj arrin që të rregullojë nivelet e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, efekt i cili zgjat deri të nesërmen. Më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjelle me uthull molle në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini rregullisht. Rënje nga pesha. Uthulla e mollës gjithashtu rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet të gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe në rënjen në peshë. Ndërkohë, uthulla e mollës, e njohur ndryshe si uthulla acidike, me përmbajtjen e saj të gjerë të përfitimeve dhe aplikime të ndryshme, po tërheq vëmendjen në sferën e mirëqenies. Një shtim i thjeshtë i saj në rutinën tuaj mund të përmirësojë ndjeshëm gjendjen tuaj shëndetësore. Ndihmon në largimin e toksinave nga trupi. Uthulla e mollës ka veti detoksifikuese. Ky lëng i fuqishëm njëkohësisht ndihmon në largimin e toksinave, duke mbështetur proceset e plota të detoksifikimit të trupit tuaj. Përrjedhoj, pirja e uthullës së mollës ndihmon në largimin e substancave të dëmshme dhe rritjen e pastërtisë së brendshme. Mbështet shëndetin e zemrës. Vetitë e saj ndihmojnë në uljen e kolesterolit, duke mbajtur nën kontroll presionin e gjakut. Së bashku ato reduktojnë kërcënimin e sëmundjeve të zemrës. Një arsye tjetër e mirë për ta përfshirë në rutinën tuaj. Ndihmon në menaxhimin e peshës. Konsumi i uthullës së mollës pas vaktit tuaj të fundit mund të përmirësojë metabolizmin duke shkaktuar djegjen e yndyrës gjatë natës, plus mund të mbajë larg dëshirat e bezdisshme të mesnatës për të ngrënë dhe të ulë marrjen e kalorive, duke ju shtyrë një hap më afër drejt objektivave tuaja të peshës. Ndihmon gjithashtu në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak. Një gotë me uthull molle, sidomos pas së darkës, mund të jetë një ndryshim i lojës për nivelet e sheqerit në gjak. Sipas ulëmtimeve, uthulla e mollës mund të rrisë efektivitetin e insulinës dhe të zvogëlojë sheqerin në gjak. Ndihmon tretjen më të mirë. I quajtur me të drejtë si një ndihmës i vogël i sistemit tonë, uthulla e mollës është e pasur me acid acetik. Ky acid ndihmon trupin tuaj të coptojë ushqimin më mirë dhe të çliroheni nga urti dhe fryrja. Shtimi një gote uthull molle në rutinën tuaj mund të ofrojë një bollëk të mira shëndetësore. Megjithatë, siguroni që të dini se si ta konsumoni atë. Siç thonë gjithmonë ekspertët, nëse po planifikoni të shtoni uthull molle në dietën tuaj, sigurohuni të mbani mend një pikë të rëndësishme. Mos pini kurrë uthull molle të paholluar me ujë. Pse kështu? Kur konsumohet vetëm mund të dëmtojë ezofagun dhe dhëmbët tuaj. Prandaj gjithmonë sigurohuni të pini uthull molle të shoqëruar me ujë dhe me një lugë mjaltë sipas dëshirës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.